Nuk e di, ne kemi diskutuar bashkë. Unë kam thënë në 14 shkurt të vitit 1991 Sali Berisha mori partinë përfundimisht. Cila ishte skema? Skema ishte mori kryesin, mori këshillin kombëtar, mori kuvendin. Kish marrë dhe periferin, sepse kishte, duke qenë se ishte rurale shumë Shqipëriat, më shumë se urbane, pjesa rurale që ishte me PD-n ishte gjitha me Berishën. Pjesa urbane ishte me intelektualët. Okej. Dhe ai mori periferin. Pastaj mori strukturën. Po, mori strukturën, mori dhe periferin, e bëri dobi. Këtë skem Berisha e konsolidoi dhe sot në këtë moment që flasim, se duhet ta sjell skemën deri sot, Berisha gjën e parë që është interesuar dhe është kujdesur në Partinë Demokratike është kryesi e vogël, kryesi e madhe, këshill kombëtar dhe kuvend t'i ketë të besuar. Pra ka drejt politikë pikë. Asë jo, më nuk ka testu këtë bile, këtë po them. Këtë po them. Ki struktura dhe bashka kishte grupi parlamentar po ju. Mbledhje sotme. Se s'kishte asgjë. Për lullin si vetëm krerjen e flokëve. Kryetari i partisë i kishte këto. Kishte kryesin, këshilli kombëtar. Ashtu na ka njëu të gjithëve pastaj. Kish grupi, ai është tjetër gjë që e la vetë. Jo, mos kalon vetë. Unë kam opsionin tim për atë punë, por gjithsesi u them. Berisha nuk bën test në këshill kombëtar, as në kuvend, sepse i ka 100% besuar dhe janë absolutisht edhe militarë në kuptimin filozofik të gjës. Nuk ndaj të njëjtin mendim. Nuk e debaton. E vetmja gjë që ka shqetësim Berisha. Gjë që ata nuk flasin. Ai 100% rrezikos. Jo, po gjetën momentin janë të besuar ata, por ata grupin e deputetëve po. Mirë. Ata janë absolutisht besuar. Këshilli kombëtar nuk virret asnjë diskutim se skema e Berishës historike. Kush është problemi i Berishës? Problemi i Berishës është ajo që e kapi në filozofi Koli, por që transmetohet dhe sot dhe që është pasqyrë pikërisht asaj. Berisha e shqetësojnë zërat të cilët i prishin ekuilibrat dhe që vinë nga baza. Berisha në atë periudhë po është e vërtet, sepse baza ishte absolutisht berishiane, sepse ai ishte miti që u prodhua si mit. Kush e prodhoi mund të flasim. Po, që atëre. Është e vërtet që kishte bazën. Por sot baza po lëviz sepse Saliani nuk po punon me strukturën, po punon me bazën. Dhe Berisha e di mjaft mirë që kjo bazë do ta rrezojë, nuk do ta rrezojë struktura. Dhe atëre në atë periudhë Kalakula ishte përfaqësuesi tipik dhe shumë i fuqishëm i frymës të djathtë. Dhe ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm për Berishën sepse heqja e atij fluksi të djathtë nëpërmjet Kalakulës e dëmtonte demagogjinë e Berishës. Dhe për këtë arsye, jo në planin strukturor, por në planin ideologjik, ai ishte shumë i shqetësuar për Kalakulën dhe i bëri gjitha dhe e bëri dhe ministër. Sot, në këtë moment që ta mbyllun, në këtë moment problemi i Sali Berishës, që ishte dhe ajo konferencë, që ajo këshill kombëtar që u bë, nuk ka të bëjë fare me testimin, në gjykimin tim, gjithmonë gjykimin tim, ka të bëjë me shqetësimin e madh që po i hap tani Saliani. Sepse Saliani po ka bazën dhe atë Parti Demokratike do ta riformatoj baza, jo kryesia. Ai këshill kombëtar do bjerë nga baza.